Një pjesë e madhe e këngëve të dikurshme të Gjestit janë zhdukur nga rrjetet sociale, konkretisht nga platforma YouTube. Detaji ka rënë në sy fansave të tij. Bëhet fjalë për hitet, Katile, Idiote, Uhalite, Pandemia e të tjera që nuk gjenden më në YouTube. Këngët janë nga periudha e menaxhimit të Gjestit nga menaxheri Samet Potera, me të cilin ishte dakorduar t'ia lë këngët në kanal ku shkëputi kontratën. Këngët nuk janë fshirë, por kanali është hakuar. Aktualisht po bëhen përpjekje për t'i kthyer kanalet ku kanë qenë këto këngë të ngarkuara, teksa nuk dihet se kush qëndron prapa hakimit të tyre. A është kjo një betejë në heshtje për hitet e dikurshme që kanë bërë namin e rrjedhimisht po gjenerojnë fitime, sidomos pas pjesëmarrjeve në shtëpitë më të famshme të VIP-ave fillimisht në Kosovë dhe më pas në Shqipëri ku u shpall edhe fitues. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.